Përshëndetje shikues të nderuar, mirë se erdhët në këtë transmetim të drejt për drejt nga studio RTK-s, ku gjatë kësaj kohe do të ndjekim zhvillimet më të fundit në Kuvendin e Kosovës, pasi që deputetët e zgjedhur me 9 shkurt do të mblidhen në përpjekjen e 35 për konstituimin e legislaturës së 9. Pra, deri më sot nuk ka ndryshim të qëndrimeve nga partitë politike për t'i dhënë fund blokadës. Në njërën anë është lëvizja vendosje si partia e parë e cila ka dalë në zgjedhjet e 9 shkurtit dhe që ka të drejtën ekskluzive për propozimin e kandidatit për kryetar të kuvendit. Pra e cila ka përsëritur vazhdimisht se nuk do të ndryshoj nominimin e Albulena Haxhiut për kryeparlamentare, ndërsa në anën tjetër janë partit PDK, LDK dhe koalicioni AAK-Nisma, të cilët po kundërshtojnë mënyrën e votimit të fshehtë si dhe kandidaturën e Albulena Haxhiut. Ndërsa ne për të ndjekur nga afër zhvillimet, do të kemi lidhje të drejt për drejta me gazetarët tonë, pra atje do të jenë Dona Podgorica, e cila do të jetë jashtë të hollit të kuvendit, gjithashtu ndodhet edhe Visa Shatrolli, i cili ndodhet në hollin e kuvendit, ku do të na sjellin atmosferën, reagimet dhe deklaratat e akterëve politik. Do të kalojmë njëherë në një lidhje të drejt për drejt, ku është duke u prononcuar Fatmir Limaj nga Nisma Social-Demokrate, falni. Edhe do të me marrë vendimet guximshme. Edhe jo, vendimet politike jo gjithherë janë popullore. Po që të bënë distanca një leadershipi, ku merë vendime që shërbim vene që në shikimin e parë mund duken jo popullore për qytetarët. Po në këto kemi një detyrë një funksion. Mjalla vendit, institucionet edhe zhvillimin Kosovës. Unë jam njerëve aty njerëz që kam pagu çmimet mbajnë kalumën për projektet më të Kosovës. Asë një pikë pishman që jam se di që kam shërbi vendit tem, dhe sot hesën e për atë projekt. Po mund ka kushtuar si individ. Kështu që do me thonë kur të mungojnë projektet e mda, 30 vjetë që ka gjendje një termocentral me në nëvu. Ne në orë një vend ku kemi rezervat më të madhe të ngjillit, i me orë puna me thonë 100 megawatt prodhohen në Kosovë dhe tjera do të mi ble me pare. Apo nga është koha me reflektu, edhe me vlerësu, punëtorin e jo punëtorin, konstruktivin e jo konstruktivin, përgjeshme e pa përgjeshme, është koha momenti i fundit, a pëtin që të rreziku shteti. Shteti Kosovës të rreziku në aspektin e sigurisë. Damet që janë shkaktuar, po shkaktuhen, ka mi pagu, na, jo keni mi pagu, qytetarët e Kosovës, që këtë ka mi pagu. Unë jam shumë i shqetësuar për qëndërshmërinë e këtij shteti kështu. Për seriozitetin dhe qasjen të shtetit Kosovës. Shpresoj që do të gjinë gjëra të arsyeshme sa më shpejt ke marrëveshje politike. Ju e ndin, ju e presidenti i parlamentit në kohë gjatë. Nuk kemi veç na që japim sugjerime dhe mesazhe. Ju jeni gazetar, njerëz të informuar, intelektual, që e dini çu ndërtohet parlamenti, e dini çka janë marrëveshjet politike, e dini si bëhet hapa ndaj drejtimit të institucioneve dhe mendoj që është koha gjithë ne bashkë. Zëri i arsyes Kosovës të bashkohet dhe të drejtohet atje ku është të lasha, ku ka problemi. Të kërkohet që ndërtojnë institucionet. Po ndëgjoni zgjedhjet të parakoshme, po kalkuluan për zgjedhje lokale. Çka shkojmë zgjedhje të parakoshme? Ai po sondazhet. A petë kanë më me bisedu. Dhe ata kanë me thonë se s'ka më vjetë kushe, po kështu që shkaktoi vendit për muaj e lëm pa qeverisje kush e përgjegjësi. Kështu që besoj që është një situatë kritike. Unë thjesht po shpresoj si bregosën e shqetësimit tim, këtu janë kapacitetet tona. Ne kaq kemi pas besim, shpresoj që qytetarët e Kosovës do të vlerësojnë qëndrimin tonë dhe ndalgadal të bashkohet zëri arsyes bashkë. Dhe ata të cilët e kanë shtrajtuar besimin e qytetarëve, qytetarët e Kosovës duhet ja kthejnë shpinën të gjithë atyre të cilët nuk janë në nivelin e detyrës. Faleminderit. Atëherë kemi dëgjuar kreun e Nismës Social-Demokrate, i cili thotë se kanë kaluar disa vjetë dhe nuk kemi asnjë projekt të madh, dhe përmendi shumë edhe gjendjen e sigurisë në vend, për të cilën mendon se është një problem jashtëzakonisht serioz. Gjithashtu tha se mbahet shpresë në zgjedhjet e parakoshme, por që as zgjedhjet e parakoshme nuk janë një zgjidhje sepse pa ulur dhe pa biseduar, pa e gjetë një zgjidhje bashkarisht, është problem që të dilet nga kjo situatë.
Do të lidhemi tani me gazetarin Visar Shatrolli, i cili ndodhet në hollin e kuvendit, por së pari do të shkojmë te Edona, e cila është jashtë kuvendit, për të parë nëse kanë filluar që të vinë deputet për të qenë pjesë e seancës së 35 me radhë. Edona, përshëndetje. Po, në tentimin e 35 të vazhdimit të seancës konstituive, që nisime me 15 prill, kemi parë që tashmë kanë filluar të vinë deputetet, në masë të madhe kanë qenë ata të lëvizjes vetëvendosje, parti që e ka mandatin për të propozuar dhe zgjedhur kryetarin e kuvendit, duke qenë se ka marrë numrin më të madh të ulseve në kuvend, prej 48 ulseve. Ndërkohë kemi parë edhe disa deputet Partisë Demokratike që kanë ardhur të Lidhjes Demokratike, të cilët po ashtu para se të dëgjonim kryetarin e nismas socialdemokrate, Fatmi Limaj, janë prononcuar për mediat. Ka qenë Arben Gashi, deputeti i Lidhjes Demokratike, dhe po ashtu Paris Guri, që kanë folur dhe po ashtu kanë përmendur edhe çështjet që LDK në një formë ju qëndron mbrapa gjithë këtyre deklarimeve që partia fituese, lëvizja vetëvendosje, duhet të bëjë zgjidhje dhe duhet të vazhdojë të kërkojë një marrëveshje, thonë deputet të LDK-s, e cila do të çonte drejt krijimit të numrave për konstituimin e plotë të legjislaturës së nëntë, e diçka që rrjedhimisht i hap pastaj rrugë edhe formimit të qeverisë së re. Po ashtu, të dy deputetët të Lidhjes Demokratike kanë komentuar edhe deklaratat e liderit të partisë prej nga Vinj, Lumir Abdigjiku, i cili ka deklaruar se po, kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje, kryeministri në detyrë Albin Kurti, po vazhdon të insistojë në një formë të dërgojë njerëz me qëllim që të arrihet një marrëveshje me LDK-n sa i përket konstituimit të kuvendit dhe mundësisë që bashkërisht të bëhet një qeveri, megjithatë është Lidhja Demokratike ajo që ka propozuar një format tjetër qeverisje, një format për të cilin i ka prezantuar edhe 15 pika si program dhe po ashtu qëndron prapa asaj që vendit në këtë kohë, duke qenë se kemi hyrë në një bllokadë disa mujorëshe, i duhet një qeveri gjithë-shqiptare, pra gjitha partive, përfshirë edhe minoritetet. Ka thënë Abdigjiku, ka sqaruar disa herë këtë çështje, ndërsa asnjëri, pra as Gashi dhe as Guri, pra të dy këta deputet nuk kanë folur me emra se kush janë personat që po ndërmjetësojnë këtë çështje. Nga radhët e lëvizjes vetëvendosje është deklaruar më herët deputeti Nezir Kraki, i cili ka komentuar po ashtu edhe në një formë përshkrimin që ju bëri deputetëve që nuk po marrin pjesë në votim, kryeministri në detyrë Albin Kurti në një ngjarje 3 ditë më parë, kur i quajti nomad deputetët që nuk po marrin pjesë në votim, dhe për Krakin ai tha që kjo nuk është diçka pejorative dhe që realisht, sipas tij, kjo ka ndodhur pikërisht për faktin që këta deputet nuk po marrin pjesë në votim dhe nuk e shohin kuvendin e Kosovës si shtëpinë e tyre. Këtyre deklaratave i kanë reaguar ashpër edhe deputetët e tjerë, edhe sot paradite këtu, teksa po presim vazhdimin e tentimit të 35 për konstituimin e plotë të kuvendit, edhe deputetët e Lidhjes Demokratike, ndërsa vetëm pak minuta më parë dëgjuam në një deklarim të gjatë në qëndrimet që i ka dhënë edhe para 48 orëve, do të thoja, zoti Limaj, i cili tha që ndër të tjera gjatë këtyre 3 muajve është sulmuar nga të gjitha anët, ndërsa tha se përgjegjësia duhet të kërkohet nga partitë e mëdha, partitë me më shumë numra në kuvend, referuar në këtë rast Lidhjes Demokratike dhe Partisë Demokratike të Kosovës. Ai tha që ajo çfarë mbetet në dorën e tyre me 3 deputet, ata do ta bëjnë, por që tha edhe një herë se nuk është puna për 3 vota, puna është për një marrëveshje
e cila do të ndihmonte Kosovës t'i kaloj sfidat aktuale, foli gjatë për krizën energjetike në vend dhe po ashtu për mundësinë që Kosova të rrezikohet në këtë fazë të ndryshimeve të mëdha gjeopolitike në aspektin e sigurisë. Tha që pret reflektim, nuk tha që pret sot të ndodhë diçka tjetër, por që tha se me dy deputetet e tjera të listës së tij, partisë Nisma Socialdemokrate, ai është gjithmonë i gatshëm për një marrëveshje dhe ka qenë pas rezultateve të nënshkurtit, tha se ka qenë i gatshëm për një marrëveshje. Ne do të qëndrojmë edhe më tej në këtë pjesë të kuvendit, ku hynë shumica e deputetëve për të marrë qëndrimet e tjera dhe për të parë nëse do të ketë lëvizje ndryshe apo do të shohim këtë skenarin e njëjtë të pak minutave, 2-3 minutave që ndodh tash 34 herë në sallën e kuvendit, Flonza. Po e dona, faleminderit. Do të shkojmë tani në hollin e kuvendit aty ku ndodhet gazetari Visar Shatrolli për të parë se si është gjendja apo ka ndonjë lëvizje nëse veç kanë filluar që të mblidhen deputet për të qenë pjesë e seancës 35 me radhë. Përshëndetje, Visar. Përshëndetje, Flans, përshëndetje për gjithë shikuesit e televizionit publik të Kosovës. Tashmë deputetet e legislaturës së nëntë kanë filluar të vinë në kuvendin e Kosovës për të bërë përpjekjen e 35 të konstituimit të kuvendit të Kosovës. Ashtu si që përmendet edhe një studio, kjo është tashmë përpjekja 35 për konstituimin e kuvendit të Kosovës, edhe sot pritet të tentohet të bëhet zgjedhja e organeve drejtuese legislativit, por bazuar në zhvillimet dhe qëndrimin e deputetëve ka gjasë që edhe kjo seancë të dështoj. Kjo do të shënonte edhe dështimin e 35 të përpjekjes për konstituimin e kuvendit, e që do të bënte, domethënë, dështimin e 35 radhazi për zgjedhjen e kryetarit dhe nënkryetarëve të kuvendit, proces që do të pasonte me zgjedhjen e qeverisë së re. Si pasojë e kësaj bllokade që nga nënshkurti kuvendi ende nuk është konstituuar, duke krijuar një situatë të pazakontë të bllokadës institucionale. Partia fituese e Lëvizja Vetëvendosje dhe partitë opozitare PDK, LDK, AK dhe Nisma janë barikaduar para qëndrimeve të tyre, derisa Vetëvendosje vazhdon të insistojë në emrin e zonjës Albolena Agjiu për zgjedhje të kryetarit të kuvendit, një gjë të tillë po e kundërshtojnë partitë opozitare. Pasi nuk arriti të siguroj 61 vota për të disatën herë, Lëvizja Vetëvendosje ka propozuar ndryshimin dhe mënyrën e votimit nga votimi i hapur në votimin e fshehtë. Megjithatë, partitë opozitare në mënyrë kategorike kanë kundërshtuar këtë përpjekje të Lëvizjes Vetëvendosje, duke cilësuar si antikushtetues dhe antiligjor. Madje kjo çështje tashmë është dërguar në gjykatën kushtetuese nga Aleanca për Armërinë e Kosovës, e cila ka kërkuar masë të përkohshme të ndalimit të seancave, derisa kjo lënë të trajtuar me prioritet dhe me një vendim përfundimtar. Dhe në përpjekje për ta zgjidhur këtë blokadë, këtë situatë të bllokimit institucional në prill të këtij viti, presidentja Vjosa Osmani kishte thirrur partitë politike për një konsultim. Megjithatë edhe kjo takim rezultoi pa ndonjë arritje të një marrëveshjeve ndërmjet subjekteve politike. Siç e dinë, seancat tjera çdo 48 orë, megjithatë edhe pas 34 tentimeve ende nuk kanë arritur që deputetët e legislaturës së nëntë të bëjnë një zhbllokim institucional dhe të funksionalizojnë institucionet e Republikës së Kosovës. Tashmë, disa prej deputetëve kanë filluar të vinë, kanë zënë vendet e tyre, megjithatë seanca pritet të fillojë për pak çaste. Lanza? Po, faleminderit, Visar. Mirëatëherë, bazuar në pamjet e drejtë për drejta nga holli i kuvendit, edhe pse Dona dhe Visari thanë që tashmë veç kanë filluar që të vinë deputetët për qenë pjesë e seancës, siç duket, shumica prej tyre ende nuk kanë hyrë në sallën kryesore aty ku për disa minuta pritet që të fillojë edhe seanca e 35 me radhë. Lëvizja Vetëvendosje ka propozuar që ta ndryshojë pra formën e votimit, pra nga zgjedhja e kryeparlamentarit në formën e cila është tani, të kalohet në votim të fshehtë. E këtë mënyrë të votimit e kanë kundërshtuar partitë e tjera si PDK, LDK, AAK dhe Nisma,
të cilat në disa prononcime kanë thënë se nuk është në rregull që procesi të ndryshojë në mes, e konsiderojnë si jo ligjore dhe antikushtetuese. Do të shohim tani nëse ka ndonjë lëvizje, ndëse ndonjë deputet është duke u prononcuar për media. Pra kjo është seanca e 35 me radhë të nderuar shikues dhe çështja e votimit të fshehtë u propozua me 1 maj nga kryesuesi i seancës Avni Dehari, pasi e propozuara e lëvizjes vetëvendosje për kryetare të kuvendit Albulena Haxhiu nuk arriti, pra në disa votime që t'i merrte 61 votat e nevojshme. Në të gjitha këto seanca, maksimumi i votave që ka marrë zonja Haxhiu ka qenë 57. E kjo formë e votimit tashmë është dërguar edhe në gjykatën kushtetuese nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Ata thonë se është jo kushtetuese mënyra se si vetëvendosje, po tenton që kryeparlamentari të votohet përmes formës së fshehtë dhe i kanë kërkuar kushtetuesës që të marrë një masë të përkohshme për ndalim të mbajtjes së seancave, derisa me prioritet ta trajtojnë këtë lëndë edhe ta marrin një vendim. Pra deri më tani nuk ka asnjë përgjigje nga gjykata kushtetuese, ndërsa nga lëvizja vetëvendosje kanë thënë se do të shkohet në këtë formë derisa kushtetuesja të kthej një përgjigje, madje e kanë konsideruar si të vonuar këtë përgjigje nga gjykata kushtetuese. Theksojmë se seanca konsiderohet e finalizuar vetëm pas zgjedhjes së kryetarit dhe të nënkryetarëve të kuvendit. E deri më tani, deputetët pra kanë kaluar vetëm 2 pika, atë të raportin e Komisionit të përkohshëm për verifikimin e mandateve dhe të betimit të deputetëve. Por procesi ka ngecur tek pika e 3 e që është zgjedhja e kryeparlamentarit. Pra në disa seanca me radhë, kryesuesi Avni Dehari ka kërkuar nga partitë politike që të propozojnë nga një antar për komision të fshehtë, por që deri më tani këto parti nuk e kanë propozuar dhe e kanë refuzuar si formë votimin e fshehtë dhe qëndrojnë prapa prononcimeve të tyre. Partia fituese, lideri i saj Albin Kurti, e ka ftuar në fakt Lumir Abdi Gjikun e LDK-s dhe Memli Krasniqin e PDK-s për konsultime me 1 maj, e kjo ftesë pra mori përgjigje pozitive vetëm nga kreu i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, mirë po pa arritur asnjë rezultat. Dhe vlen të përmendet se më vonë me datën 5 maj, Kurti gjithashtu i ka dërguar një letër kreut të Lidhjes Demokratike të Kosovës Abdi Gjikut, duke shprehur vullnetin për koalicion me Lidhjen Demokratike të Kosovës, por që u refuzua sërish nga Abdi Gjiku. Pra, partitë politike PDK dhe AAK kanë kërkuar nga vetëvendosje që të ndryshoj emrin e të propozuarës për kryetaret kuvendit, madje nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka pasur edhe disa propozime për disa deputetë të cilat ata i shohin si më unifikues për t'i propozuar, por që lëvizja vetëvendosje ka refuzuar deri më tani që të ndryshoj emrin e Albulena Haxhiut. E të nderuar shikues, në krejt këtë situatë krize për sigurimin e shumicës në parlament, pra Abdi Gjiku ka dalë me një propozim për një qeveri tranzitore, në cilën do të përfshieshin të gjitha partitë parlamentare. Ndërkohë në përpjekje për zhbllokimin e krizës, presidentja Vjosa Osmani i kishte thirrur partitë politike në konsultim në muajin prill, mirë po edhe kjo përpjekje dështoi për shkak të mosmarrëveshjeve politike mes subjekteve parlamentare. Presidentja ka shprehur gjithashtu gatishmërinë e saj për zhvilluar takime konsultative me liderët e partive politike, në mënyrë që të ndihmojë në tejkalimin e krizës dhe të arrihet një dakordim për hapat e më tutjeshëm.
Ajo e bëri të qartë se formimi i institucioneve është përgjegjësi direkte e partive politike dhe ajo nuk do të ndërhyjë në marrëveshjet e brendshme politike apo të koalicioneve. Po shohim tashmë që në sallë veç kanë filluar që të hynë deputet, pra pavarësisht se seanca ishte paralajmëruar që të fillonte në orën 10:30. Kjo rëndom nuk ka ndodhur, asnjëherë nuk është filluar në të njëjtën kohë për të cilën është thirrur seanca, por që duket edhe nga pamjet se tashmë janë duke u mbledhur dhe janë duke zërë vendet e tyre në sallë ku pritet që së shpejti të fillojë edhe seanca e 35 me radhë për konstituimin e kuvendit të Kosovës. Pra më herët e kishim një deklarat të kreut të nismës social-demokrate të zotrit Fatmir Limaj, i cili shprehu pakënaqësitë e tij me partinë më të madhe dhe tha se ka vite që nuk është realizuar asnjë projekt i madh, madje në disa prononcime të tij ka shprehur keqardhje për situatën në të cilën jemi dhe ka theksuar disa herë se gjendja e sigurisë në Kosovë është e rëndë. Ai tha se sipas disponimit të lëvizjes vendosje, ata anojnë më shumë në zgjedhje të parakohshme, por që bazuar në sondazhet të cilat janë bërë këto kohëve të fundit, del se edhe me zgjedhjet e parakohshme nuk do të bëhet një zgjidhje, pasi që sipas tij e vetmja mënyrë për të dalë nga kjo situatë është që të ketë një bashkëbisedim në mes të partive politike. Pra, jemi me pamje të drejtë për drejta nga salla ku pritet që të filloj seanca. Mirater, do të kalojmë me një lidhjen jashtë kuvendit, sepse kemi një deklarat. E ndjekim bashkë. Besoj që deri tash jam konsistent në vendqëndrime dhe vendimet e mia, kështu që po mendoj që është momenti me fillu me reflektu se cili prej neve. Zotë Berisha, nëse në rast se kryeministri Kurti u thirr në takim juve, për pyetja edhe Duda Balën, por edhe gjitha komitetet tjera për të dalë nga ky kërç politik. A jeni të gatshëm të arrini një konsensus politik për të dekaluar këtë situatë? Absolutisht po. Le t'i banë 60-61 diamond, sepse nuk mund të flas për të tjerë, sepse po i përmend të tjerë, flas për veten time. Ai mandatar që i bën 60, unë jam i 61. Vetëm e dal nga kjo situatë, për mua ka rëndësi shumë dalja nga kjo situatë dhe ecja e Kosovës para. Pra ishte Veton Berisha, deputet i pakicave jo shumic, i cili shprehu vullnetin e tij për të qenë pjesë e zgjidhjes dhe tha se nëse arrihen 60 deputet, atëherë i 61 do të jem unë. Pra në këtë mënyrë ai shprehu gatishmërinë për të dalë nga situata në të cilën është krijuar nga situata politike. Pra jemi në pamje të drejtë për drejta, një numër i madh i deputetëve tashmë janë mbledhur aty, por shpresoj që për pak qaste do të zënë vendet e tyre, pra në pothuajse shumicën e seancave të cilat janë mbajtur deri më tani, asnjëherë mbledhja nuk ka filluar në kohën e paraparë, por që momenti që fillon përfundon për 2 minuta. Po presim edhe pak qaste derisa seanca të filloj, siç duket nga pamjet një numër i madh i deputetëve tashmë veç janë brenda sallës dhe do të zëjmë vendet e tyre për pak qaste. Nga ato çfarë kanë thënë gazetarët të cilët kanë raportuar nga kuvendi i Kosovës, janë edhe disa hyrje të tjera të cilat shfrytëzohen për të hyrë në kuvendin e Kosovës, edhe në disa raste grupet parlamentare deri në momentet e fundit mbesin në mbledhje konsultative dhe ndoshta kjo mund të jetë edhe arsyeja e vonesës fillimit të seancave. Por që sot
deri më tani pra nuk e kemi dëgjuar atë zilën e cila bën thirrje që deputetët të zënë vendet e tyre. Por që nga deklarimet e mëparshme të zotit Fatmir Limaj dhe të tjerëve, nuk u vrejt ndonjë ndryshim i qëndrimeve të tyre dhe siç duket fatin e njëjtë do ta ketë edhe kjo seancë, por që të presim për pak qaste derisa seanca të filloj. Pra, seancat janë duke u mbajtur çdo 48 orë, por asnjëherë nuk është arritur kuorumi apo konsensusi i nevojshëm për të votuar udhëhecën e legjislativit, çka po e mban publikun, po e mban fakt vendin të bllokuar dhe në këtë mënyrë janë shkaktuar telashe të shumta sepse është bllokuar pothuajse i gjithë funksionimi i vendit. Pra, kushtetuta nuk e përcakton ndonjë afat se brenda sa ditësh apo muajsh pas certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve apo pas betimit të deputetëve duhet të konstituohet kuvendi. Por, rregulloria e re e kuvendit e definon që ndërprerjet gjatë seancës konstituive nuk mund të jenë më të gjata se 48 orë. Por pa konstituimin e kuvendit, nuk ka se si të nisë numrimi i ditëve për zgjedhjen e qeverisë së re. Vetëm pasi të jetë zgjedhur kryetari dhe nënkryetarët e kuvendit, atëherë presidentja e mandaton kandidatin për kryeministër në konsultim me partinë që e ka numrin më të madh të deputetëve, që në rastin e tanishëm është Lëvizja Vetëvendosje. Ndërsa mandatari, jo më vonë se 15 ditë pas emërimit, obligohet të paraqesë përbërjen e qeverisë dhe të kërkoj miratimin nga ana e kuvendit. Pra, qeveria konsiderohet e zgjedhur nëse merr shumicën e votave, pra të gjithë deputetëve, apo së paku 61 vota. Pra, çështja e votimit të fshehtë është propozuar me 1 maj nga kryesuesi i seancës Avni Dehari, pasi propozuara e Lëvizjes Vetëvendosje për kryetare të kuvendit Albulena Haxhiu nuk arriti në disa votime që t'i merrte 61 votat e nevojshme. Kjo formë e votimit tashmë është dërguar edhe në gjykatën kushtetuese nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe disa deputetë të tjerë. Ata thonë se është jo kushtetuese mënyra se si Vetëvendosje po teton që kryeparlamentarit votohet përmes formës së fshehtë dhe i kanë kërkuar kushtetuesës që të marrë një masë të përkohshme për ndalim të mbajtjes së seancave derisa pra me prioritet ta trajtojnë këtë lëndë dhe ta marrë një vendim. Nga Lëvizja Vetëvendosje janë deklaruar se do të shkohet në formën e njëjtë, pra do të ketë seanca çdo 48 orë deri në përgjigjen e gjykatës kushtetuese. Madje kanë thënë se janë paksa të befasuar, ndoshta edhe me vonesën e gjykatës kushtetuese për një mendim apo një vendim rreth kësaj çështje. Theksojmë se seanca pra konsiderohet e finalizuar vetëm pas zgjedhjes së kryetarit dhe të nënkryetarëve të kuvendit. E deri më tani, deputetët kanë kaluar vetëm 2 pika të agjendës së seancës konstituive, që është raportin e komisionit të përkohshëm për verifikimin e mandateve dhe ato të betimit të deputetëve. Por procesi ka ngecur te pika e 3, zgjedhja e kryeparlamentarit. Partia fituese, lideri i saj Albin Kurti i ka ftuar Lumir Abdigjikun e LDK-s dhe Memli Krasniqin e PDK-s për konsultime në fillim të muajit maj, ftesë kjo që mori përgjigje pozitive vetëm nga kreu i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, mirëpo pa ndonjë rezultat. Ndërsa më vonë me datën 5 maj, Kurti ka dërguar një letër kreut të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, duke shprehur vullnetin për koalicion me LDK-n, por që u refuzua sërish nga Abdigjiku. E në krejt këtë situatë krize për sigurimin e shumicës në parlament, Abdigjiku doli me propozimin për një qeveri tranzitore në të cilën do të përfshiheshin të gjitha partitë parlamentare.
Gratë jemi me pamje të drejtë për drejta, nga pamje shihet se tashmë të gjithë deputetët kanë zërë vendet e tyre dhe për pak qaste pritet që të fillojë seanca e 35 për konstituimin e kuvendit të Kosovës. Pra, partitë politike po e akuzojnë kreun e lëvizjes vetëvendosje kryeministrin e detyrë Albin Kurti për kryen e kësaj, pasi që nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës kanë kërkuar që të ndrohet emri i të propozuarës, pasi që sipas tyre Albulena Haxhiu po konsiderohet si person përqarës dhe ata kanë propozuar disa figura të cilët mendojnë se janë më unifikues, pra nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, kanë thënë se të pranueshëm për këtë pozit janë Saranda Bugujevsi, Shipe Selimi, madje kanë qenë pro edhe Glauko Njufcës si emra të përshtatshëm dhe unifikues për postin e kryeparlamentarit. Mirater, kalojmë lidhjen në sallë, sepse siç duket tani do të fillojë seanca. Të nderuara deputete, të nderuar deputet, të nderuar të pranishëm, konstatoj se në sallë jemi 94 deputet, kemi forum për vazhdimin e seancës konstitutive. Vazhdojmë te pika e tretë aty ku kemi mbetur, zgjedhja e kryetarit të kuvendit. Më 19 qershor 2025, subjektet politike PDK, LDK, Lista Sërbe dhe AK-Nisma nuk kanë propozuar anëtar për Komisionin Zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit. Për formimin e Komisionit Zgjedhor nuk ka pasur quorum për vendimarrje, andaj ftoj PDK-n të propozojë një deputet për anëtar të këtij komisioni. Ftoj LDK-n të propozoj një deputet për anëtar të këtij komisioni. Ftoj Listën Sërbe të propozoj një deputet për anëtar të komisionit. Ftoj AK-n Nisma të propozoj një deputet për anëtar të komisionit. Nuk ka propozime. Shkojmë në votim. Lus deputetët që me ngritje dore të deklarohen për Komisionin Zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit. Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? Për kanë votuar 51 deputet, kundër ka qenë 1, abstenim nuk kemi quorum.
Ndërpritet seanca shijeme 23/6/2025 në ora 11. Pra, të nderuar shikues, nga të gjithë deputetët sa ishin të pranishëm në sallë, sot 51 deputet kam votuar për, 1 ishte kundër, ndërsa nuk ishte asnjë abstenim. Do të shkoj me njerë në hollin e kuvendit, ku është duke u prononcuar Vlora Qitaku nga Partia Demokratike e Kosovës. Publikisht që për lëvizjen vetëvendosje, për Albin Kurtin, pushteti është më i rëndësishëm se shteti. Egoja është më e madhe se Kosova. Ambicia është më e madhe dhe më e rëndësishme se demokracia. Kjo situatë duhet të marrë fund dhe presin nga lëvizja vetëvendosje që të reflektoj. Kosova është buzë kolapsit. Çdo ditë kemi lajme, informata, konfirmime për dëmin e pariparueshëm që kjo situatë po i shkakton ekonomisë. Dje pam lajme të frikshme për krizën buzë kolapsit në sektorin e energjisë. Ftesë publike për reflektim. Mjaft është mjaft. Faleminderit. Përshëndetje gjithëve. Sot pam edhe një herë një tentim për zgjedhur kryetarin e kuvendit dhe për të konstituar kuvendin, për të vazhduar pastaj dhe për konstituimin ose themelimin e qeverisë dhe organeve tjera shtetërore. Fatkeqësisht kuvendi edhe kësaj radhe ose partia që ka shumicën në urcët e kuvendit nuk arriti që të krijojë një shumicë solide, pra sa paku 61 vota për të zgjedhur kryetarin e kuvendit dhe për të konstituar kuvendin. Lejoni të rikujtoj që në konform Kushtetutës Republikës Kosovës, partisë që dele para në zgjedhje i takon ekskluzivisht që të nominoj kryetarin e kuvendit, por i takon dhe përgjegjësia ekskluzive që të krijoj shumicën, pra që të krijoj së paku 61 vota për këtë nominim të tyre. Pra përgjegjësia bie krye këput me partinë e parë. Është fatkeqësi që kanë kaluar muaj të tërë nga përfundimi i zgjedhjeve nacionale dhe partia e parë Lëvizje Vetëvendosje nuk arrin që të krijojë një shumicë për të konstituar kuvendin dhe për të vazhduar me krijimin e institucioneve të tjera. Një sekond, lutem. Njëkohësisht është e pashmangshme që të flas edhe për krizën ose në gjendjen që e kemi në sektorin e energjisë elektrike. Pra siç duket sipas informacioneve qoftë raportuara nga mediat, qoftë nga institucionet e këtij sektori të energjisë, qofshin ato private apo publike si Kekekost ose private si Kesko, jemi dëshmitarë të një komunikimi të fundit të vetë Keskos që deklaron që vetëm njësia A3 ose bloku A3 po prodhon 110 MW energji elektrike. Në rrethana normale do duhet që të kishim një prodhim vendor të energjisë elektrike mbi 800 MW. Kapacitet mbi 800 MW, për momentin kemi vetëm 110, pra shumica dërmuese e energjisë që konsumohet nga qytetarët dhe bizneset e Kosovës po importohet dhe natyrisht që kjo importohet me shumë fishmim më të lartë se sa prodhimi vendor. Më lejoni të rikujtoj edhe një herë qytetarët e Kosovës që Lëvizja Vetëvendosje vazhdimisht ka kundërshtuar ngritjen e kapaciteteve të reja prodhuese të energjisë vendore. Pra po flas konkretisht për projektin Kosova e Re, të cilin e ka kundërshtuar vazhdimisht dhe me ardhin e tyre në pushtet e kanë dështuar këtë projekt përfundimisht, duke e lënë Kosovën në këto kapacitete të cunguara të prodhimit vendor për të rritur gjithnjë më shumë importin dhe shpenzimet për importimin e energjisë elektrike. E gjithë kemi qenë dëshmitar që disa nga tregtarët më të mëdhenj të kësaj energjie, pra importuesit më të mëdhenj, përfituesit më të mëdhenj financiar, kanë qenë njerëz të afërt me Lëvizjen Vetëvendosje ose dhe ish antar të kryesisë së saj si zoti Martin Berishaj. Fatkeqësisht jemi në prag të një krize të re dhe më të thellë të energjisë elektrike, ku prodhimi vendor ka kolapsuar dhe po shkojmë drejt varësisë së plot nga importi i energjisë elektrike. Në 4 vitet e fundit të kësaj qeverie janë shpenzuar mbi 700 milion euro
mbi 700 milion euro vetëm për të importuar energji. Imagjinoni sikur këto 700 milion euro të investoheshin në prodhimin vendor të energjisë elektrike, por në fakt janë shpenzuar për të importuar energji, edhe të vetmit përfitues nga kjo skeme importit të energjisë elektrike janë ata që merren me tregtimin, pra me importin e energjisë elektrike, përderisa qytetarët dhe bizneset kosovare shpenzojnë para të skajshme në faturat e tyre energjike. Njëkohësisht kemi parë dhe dëmin e pariparueshëm që po i bëhet sektorit privat, mbi 1300 kompani kosovare janë detyruar që dalin në treg në thonjza të lirë, sepse nuk ka treg të lirë, ka vetëm një ofertues të energjisë elektrike, edhe këto 1300 kompani do të paguajnë energji, ose po paguajnë tani që po flasim, çmime shumë fish më të larta se sa çmimi i prodhimit vendor që e kemi. Njëkohësisht, po shohim siç është keq përdorur lufta në mes të Rusisë dhe Ukrainës nga këta tregtarë të energjisë për të rritur skajshmërisht çmimet e energjisë, kemi parë dhe shenjat e para të keqpërdorimit të luftës ose konfliktit në mes të Izraelit dhe Iranit nga tregtarë, nga disa tregtarë, po ashtu të lidhur ngushtë me partinë në pushtet, të cilët kanë filluar të rrisin dhe çmimet e naftës ditëve të fundit. Duket se jemi po ashtu në prag të një rritje enorme të çmimeve të naftës, të keqpërdorur nga disa tregtarë të naftës të ngushtë ose me lidhje të ngushtë me partinë në pushtet. Njëkohësisht, kemi parë dhe kolapsimin ose shkatërrimin e Kekut nga menaxhmenti i zgjedhur nga lëvizja vetëvendosje me dhjetra miliona euro të keqpërdorura përmes kontratave një burimore, mbi 700 milion euro të shpenzuara për importin e energjisë elektrike, 100 miliona euro të shpenzuara për subvencionimin e këtij çmimi të ngritur të energjisë elektrike, të cilat reflektohen miliarda euro inflacion ose çmime të ngritura në produktet më bazike të familjeve kosovare. Pra jemi në prag të kolapsit energjetik dhe rrjedhimisht ekonomik e socioekonomik në vendin tonë. Kryekëput fajtor është lëvizja vetëvendosje ose qeveria udhëhequr nga lëvizja vetëvendosje. Të duhet ndarë dy gjëra dhe për të dyjat përgjithësia bie kryekëput mbi lëvizjen vetëvendosje. Pra qeveria e kaluar e udhëhequr nga lëvizja vetëvendosje ka izoluar në rrafshin ndërkombëtar Kosovën, ka shkputur të gjitha marrëdhëniet e shkëlqyeshme që kemi ndërtuar ne ndër vite me gjithë partnerët tanë ndërkombëtar, qoftë Bashkimin Evropian, qoftë Amerikën dhe anën mban botës, dhe shkëputja e këtyre marrëdhënieve, shkatërrimi i këtyre marrëdhënieve të shkëlqyeshme ka rezultuar në izolimin ndërkombëtar në këtë rrafsh dhe të përkrahjes financiare nga Bashkimi Evropian, kryekëput nga veprimet ose moskoordinimet ose shkëputja e panevojshme e këtyre marrëdhënieve të shkëlqyeshme nga një qeveri e udhëhequr nga lëvizja vetëvendosje. Dhe në anën tjetër, sa i përket Kuvendit të Republikës Kosovës ose zgjedhjes së kryetarit të Kuvendit që dërgon pastaj në konstituimin e këtij institucioni dhe pastaj hap rrugën dhe për themelimin e qeverisë për të arritur te kjo pikë që ju e cekët, pra deri tek ratifikimi i marrëveshjeve ndërkombëtare, po e përsëris edhe një herë atë që e thash në fillim. Kushtetuta e Republikës Kosovës i ka dhënë të drejtën ekskluzive partisë që dele para në zgjedhje për të nominuar kandidatin për kryetar të Kuvendit. Por, me këtë të drejtë ekskluzive, vije dhe përgjegjësia ekskluzive, pra kryekëput, përgjegjësia i takon lëvizjes vetëvendosje që të krijojë 61 vota, të krijojë shumicën për të zgjedhur kandidatin e nominuar për kryetar të Kuvendit. Pra, e drejta i takon vetëvendosjes që të nominojë një emër për kryetar Kuvendi, por dhe detyrimi, obligimi i takon kryekëput vetëvendosjes që të krijojë shumicën, të krijojë në votat e nevojshme për të zgjedhur këtë kryetar. Pra, kriza politike, kriza energjetike dhe kriza ekonomike në cilën gjendet Republika e Kosovës është kryekëput si rezultat i veprimeve ose mos veprimeve të lëvizjes vetëvendosje, qoftë në qeveri, qoftë në Kuvend.
është e papranueshme që të reduktohet diskutimi i konstituimit të organit më të lartë demokratik në një republikë parlamentare siç është Kosova, pra konstituimi i kuvendit, të reduktohet në një diskutim ma voto këtë e pastaj shihe ai kanë votat. Pra nëse zoti Kurti për vete për të bërë kryeministër i pas ka 61 vota, pse nuk i ka 61 vota për zgjedhur Albulena Haxhiun krye parlamentare. Pra shihet qartazi që është një lojë, është një skem e bllokimit të themelimit të institucioneve nga vetvendosja dhe nga zoti Kurti për të mos themeluar kuvendin, për mos konstituar kuvendin e Kosovës dhe për të mos vazhduar me instanca tjera. Pra nëse zoti Kurti për vete i ka 61 vota, pse ato të njëjtat vota nuk i përdor dhe për zgjedhur kryeparlamentarin dhe për të konstituar kuvendin dhe për zhbllokuar këtë krizë politike e cila po ka dhe efekte negative, energjetike, ekonomike, socioekonomike për gjithë vendin. Pra zoti Kurti, nëse i ka votat për vete, pse nuk i shfrytëzon të njëjtat për të konstituar dhe kuvendin e Republikës Kosovës. Gjithsesi, por përgjegjësia dhe drejta dhe përgjegjësia ekskluzive bie mbi lëvizjen vetvendosja dhe krejun e saj zotin Kurti për të konstituar kuvendin. Pra, nëse i ka së paku 61 vota për të themeluar qeverinë dhe për të emëruar vetveten kryeministër, pse nuk i përdor po të njëjtat vota për të emëruar Albulena Haxhiun kryetare të kuvendit, për të konstituar kuvendin dhe për zhbllokuar këtë krizë politike. Fakti që nuk e bën një gjë të tillë, pra nuk i përdor të 61 vota për të bërë Albulena Haxhiun kryetare dhe për të konstituar kuvendin, tregon që kjo është një krizë politike institucionale e nisur dhe e mbajtur e tillë nga vetë zoti Kurti. Ju falenderoj gjithëve, mirupafshim. Përshëndetje për gjithë. Besoni më vjen keq që është 35 herë që po tentohet zgjedhjet kryeparlamentare dhe ne nuk e shohim fare një angazhim të lëvizjes vetvendosje për sigurimin e 61 vota për kryeparlamentaren dhe po shihet qartë një abuzim e një të drejtë që ka dhënë gjykata kushtetuese dhe ajo e drejtë është që u ka dhënë partisë së parë që të nominoj kandidatin për kryeparlamentare. Ne e kemi konceptuar, e kemi pranuar këtë drejtë, por nuk mundem me pranu abuzimin që po e bën lëvizja vetvendosje në vazhdimsi që për 35 herë me radhë të mos konstituohet kuvendi i Kosovës, mos konstituohen zgjedhja e kryeparlamentarit e nënkryetarëve dhe më pas vazhdohet me punë, sepse po e shohim se qëllimshëm po e bojnë, sepse nëse konstituohet kuvendi i Kosovës, vazhdojmë me komisione parlamentare, do të kishim pas një mbikëqyrje më të mirë të qeverisë dhe të mos kemi abuzime të tilla siç po ndodh me këtë krizën e energjisë, krizën ekonomike, sepse do kishim zhvilluar debate të qarta për gjithë ato çfarë po ndodh. Ne jemi në pritje të një përgjigje nga gjykata kushtetuese, të cilët ende nuk e kemi një përgjigje ne si Aleancë. Ne si Aleancë kemi ofruar alternativa, kemi ofruar alternativat e votas pa asnjë kompenzim, pa kërkuar asgjë në mënyrë që ta zgjedhim këtë gërç. Pashtu ju kemi adresuar gjykatës kushtetuese për një përgjigje sa është shkelje ligjore kjo që kemi kaluar nga votimi i hapur në votim të fshehtë dhe jemi në pritje ndoshta do të shohim se si do të jetë përgjigjja gjykatës kushtetuese në mënyrë që ta zgjedhim këtë gërç që është formuar në kuvendin e Kosovës. Po e kom dëgjuar dhe më vjen shumë keq që Kosova nuk po përfiton nga plani i zgjerimit me miliona, po siç e dini Kosova është sanksionuar. Dhe nuk është viti i parë që nuk po përfiton, kemi vite që Kosova nuk po përfiton as nga plani i zgjerimit, po as nga fondet e Bashkimit Evropian, për shkak se ne jemi vend i sanksionuar nga Bashkimi Evropian, për shkak të çështjes së kësaj qeverie dhe ne në vazhdimsi kemi humb miliona për shkak të mos koordinimit dhe mos bashkëpunimit me aleatet tonë të cilët janë të akredituar në Kosovë. Bota nuk po sillet rreth Kosovës, bota nuk sillet rreth Albin Kurtit, po e shef një situata gjeopolitike, luftat që po ndodhin dhe ne në fakt nuk po shohim as interesim të ambasadorëve më armi për cilë këto seanca maraton që po ndodhen në kuvendin e Kosovës dhe një adres, ky dështim, ky stagnim,
mos përfitimin nga fondet e Bashkimit Evropian e ka emrin Albin Kurti dhe Lëvizja Vetëvendosje. Thash, Alianca ka ofru alternativa, kemi thonë që do votojmë do një kandidat tjetër, nëse nuk është kandidatja që është propozuar nga Lëvizja Vetëvendosje dhe këtë drejt Lëvizja Vetëvendosje se ka shfrytzuar. Gjykata kushtetuese mundet me sjellë një vendim, po është legjitim që deputetët votojnë ose të mos votojnë dhe qoftë forma, sepse kjo zgjedhje e formës së votimit, prej votimit të hapur në votim të mbyllur, ka qenë strategjia e Lëvizjes Vetëvendosje, në njërën anë kanë abuzuar me emrat të deputetëve të ri të cilët ndoshta do e kishin votuar në këtë qeveri dhe ndoshta do kishin votuar krejt dikush tjetër me lista të mbyllura dhe ndoshta do të më kish ngel faj mu ose dikuj tjetër kush e ka votu. Nëse Alianca dëshiron me votu, ne do votojmë hapur. Edhe kemi dhonë qëndrime hapur, nuk kemi stagnu, kemi dhonë alternativa, kemi thonë që ka plot kandidat të Lëvizjes Vetëvendosje që i kishin votu pa asnjë kusht, ndërsa nuk është shfrytzuar nga Lëvizja Vetëvendosje. Alianca, nëse dëshirojmë me votu, votojmë hapur, nuk do votojmë mbyllur, as fshehur, sepse mendojmë që kjo është një strategji e Lëvizjes Vetëvendosje me lujt me numra, me emra, se votoj ky kandidat, ky deputet ose ai deputet, dhe kjo është e papranueshme. Faleminderit. Atëherë faleminderit shumë. Fillimisht vish po du me potencu se kur jeni nisi ju më orë mëngjes të ju e dini për shkakin e orë. Do me mbulu konstituimin e kuvendit, edhe pritni që kjo me ndodhë, si që edhe po presin qytetarët jashtë. Njëjtë muj me full në emën të deputetëve të Lëvizjes Vetëvendosje, që kur jemi zhu mëngjes na kemi orë për me votu. Kjo zoja në fjollë që ishte këtu para meje, përfshi dhe deputetët që u prononcuan para jush sot në emën të subjekteve politike, asë një për tyne nuk dimi ju kalzu pse kanë orë sot, nëse zvotojnë. Pse janë që mëngjes, janë vesh, janë ndreqa dhe vinë ullën në ullëset të kuvendit Republikës edhe nuk votojnë. As për, as kunder, as nuk abstenojnë. Cili është funksioni një deputeti që quhet mëngjes vjena dhe shkon të shtëpia pa e lonë shaj kërkon heq. Unë mene që të pytet në mja bo. Se cili për jush do të me kërku përgjësi për i deputetve. Këta po thonë është përgjësi e Lëvizjes Vetëvendosje. Dakord, jemi përgjegjës të gjithë për konstituimin e kuvendit me qenë se hisëtor. Në kryesinë e kuvendit janë gjithë subjektet politike. Mirë po, të gjithë deputetet e Lëvizjes Vetëvendosje po vinë edhe po votojnë për. Që është puna jone. Njëri do të me votu edhe deputet opozitës për me konstitu kuvendit. E pastaj të qeveria aty motët kush e ban qeverinë, aty duhet kompromise, me qenë se kushtetuta nuk e ka përcaktu kush ose kujt i takon qeveria, përveç se fituesit, herën e por, edhe nëse ai mra dy ove më rrinë me i bo numrat. Po të kuvendi është e qartë, thuhet, ju takon 3 subjekteve më të mëdha, fituesit e 2 partive tjera, dytës dhe tretës dhe 2 përfaqësues prej komuniteteve pakicës. Prandaj, edhe njerë, duhet me pos një arsye kur deputeti quhet edhe vjen punë edhe nuk e ban punën e vet, edhe kjo është jo përgjegjësi totale e secili deputet që vjen këtu ulet dhe shkon në shtëpi pa votu. Edhe e fundit uroj shpresoj që gjykata kushtetuese të del sa më shpejt me vendim, për shkak se për neve tani më është e qartë që votimi i fshet është një nga alternativat dhe për më tepër është shumë e rëndësishme për qytetarët e Republikës me kuptuar që është hera 27 që nuk votohet komisioni. Asnjë atu votuas për Albolenën. Një komision deputetët e opozitës vinë këtu dhe refuzojnë për 27 herë me votu komisioni. Kështu që për neve na vjen shumë keq, po mendoj që Lëvizja Vetëvendosje është e përgjithshme, po vjen, po voton pa përgjegjësia totale mbi deputetët e opozitës, të cilët vinë këtu për 35 herë me radhë dhe refuzojnë me marrë pjesë në votim. Faleminderit. Na presim gjykimin, s'po du me para gjyku se çka do të me pos, për shkak se unë mendoj që nuk ka substancë aty, për shkak se s'ka vendim. Megjithatë, na do ta presim gjykimin edhe do ta respektojmë atë, po deri atëherë
nuk ka asnjë arsye, me qenë se aktgjykimi i gjykatës kushtetuese thotë që mund me posë votim të hapur ose edhe mundësinë të fshehtë. Pra, mundësia e votimit të fshehtë na jemi te komisioni. 27 herë deputet të opozitës vinë këtu nuk e votojnë komisionin. Ta votojnë komisionin, pastaj kanë mundësi me votu edhe kundër siç kanë votuar me votim të hapur, e pastaj kthehemi edhe te votimi i hapur. Po është një procedurë që kemi mbet ngërç, edhe do të thotë ngërç konstituimi i kuvendit ka mbetë si pasojë e mosvotimit të deputetëve. Kështu që me të dol aktgjykimi, na do ta shikojmë atë dhe do të marrim vendim krahas vendimit që na vjen. Për ne është e qartë, edhe po besoj për qytetarët, po edhe për juve si gazetar. Hisedor në kryesinë e kuvendit është lëvizja vetëvendosje, PDK-ja, LDK-ja dhe 2 përfaqësues nga komunitetet Pakic. Do të thotë na takon këtë neve me konstitu. Na po vime dhe po votojmë. Na po e mundsojmë atë. Pa mundësia po vjen si pasojë e deputetëve të opozitës. Sigurisht se konstituimi i kuvendit po vënon shumë punë tjera, po kjo nuk e ndol qeverinë në punë që të bo, për shkak se na kemi qeveri, kemi polici, kemi ushtri, gjitha institucionet tjera janë funksionale, përveç kuvendit të Republikës që ka mbetë në ngërç për shkak të mosvotimit të opozitës. Edhe unë jam dakord me juve që ta zhbllokojmë situatën sa më shpejt, po kjo pyetje duhet ju bëhet deputetëve të opozitës që po vinë s'po votojnë, s'morin pjesë në votim. Do thotë një deputet i opozitës që del fol ju para jush, m'ja bëu pyetjen pse ke ardhur. Aktgjykimi i gjykatës kushtetuese, edhe unë edhe tjerë, këtë këtu bashkë e dim që thot mundet më bëu votimi i fshet edhe i hapur. Për më tepër nuk është tu votu një komision zgjedhor që ban administrimin. As komisionin s'an tu votu. Prandaj, a është antikushtetuese, për shkak se njëjtja aktgjykim thot, çdo deputet është i obliguar të votojë për, kundër ose të abstenoj. Atë minutë që deputetët nuk votojnë, e për 27 herë radhazi nuk kanë votu, atë janë të shkel kushtetutën. Jo, na... Aktgjykimi i gjykatës kushtetuese thotë që ata duhet me marrë pjesë në votim. Tashti normal që na si shtim ata me votu me zor. Kurse, soi përket sanksioneve, tash mos të kthehemi te sanksionet se na e dim pse kemi marrë, që janë kundër padrejta. Fillimisht sanksionet janë vënë për shkak të luftës të strukturave paralele e terroriste në veri të vendit. Nëse dikush menon që duhet me i kthy strukturat paralele për me i hek namosat, na kur s'kthehemi në atë pikë. Nuk ka qytetari i Republikës që thotë këtë që keni bo. Domethënë, gabim ka qenë BE-ja që i ka vënë sanksione, në këtë rast zoti Borrell, i cili po ashtu ka po thirrje që të hekën dhe siç e dini tash BE-ja veç ka lajmëruar që mosat janë në hekje e sipër, e për më tepër është e padrejtë pse janë vuar ato. S'do të multuni deputet sikur zonja Kadria këtu që del e thotë jemi në sanksione. Po sanksionet janë vu padrejtësisht ndaj Kosovës, ku na kemi bë luftën kundër terroristave, strukturave paralele të Vučićit në veri. Edhe kjo është punë e kryer, ajo punë s'kthehet më, edhe po besoj se cili qytetar i Republikës, përfshirë edhe komunitetin serb, janë krenar që jetojnë ma lirshëm sot prej punës mirë të policisë së qeverisë që është bërë në atë hapësirë. Sa i përket energjisë, për mu më vje keq për propagandën që bëhet, del Keku me njoftim që është kompani publike, edhe tregon që nuk ka kolaps energjetik. Sa për informatën tuaj, bloku B2 është në riparim, ku kjo qeveri ka ndo 60 milion euro me një kompani amerikane General Electric për me bërë riparimin ose për me nu turbinat të reja.
si kur këta që dolin edhe vajtojnë këtu, ti këshim bo këtu riparime ma herët, na s'do ta kishim këtë problem. Pro këtë borën e kalon neve, për më tepër nuk du të harru që 100 milion euro investim është të panelet solare në Kek, 100 milion euro e keni anë kondin publik që e ka fitu një konsorcium i kompanive ndërkombëtare, e keni 150 milion euro investim të turbinave me erë, e për më tepër, po besoj që kjo qeveri, sigurisht se borra për na bje neve të problemi energjisë, për shkak të investimeve që do të mi bo që s'janë bo më herët, por nuk mënët me u ardhë, me u anku, sikur që e bën edhe me ankonin konsorciumit, se kinë se ka pos probleme aty të kreditimi, ose garancia që qeveria ka dhënë për kreditim, pa harru këtu, që në vitin 2013, sa për informacionin tuaj me qenë se po hinan këtë temë, kompania Devoli ju ka caktu çmimi pe bordit të zëres me morë me 138 euro për më na shit neve shtetit megavotin. E tash aty edhe inflacioni ka qenë i përfshim në kontroll, sot ka shku 160 euro. Pro, Devoli neve na shet 160 euro, edhe kjo kontroll ka qenë atëherë, nuk u bo asnjë zhurmë. Kur e fitoi konsorciumi, tash me kompani ndërkombëtare, përfshin një kompani shumë e respektuar shqiptare në Zvicër, Orloti, me 48 euro, dole dhe u bo lajma gjithandej se ko probleme dhe kishe po vjedhet me rrymën. Këtu janë ketë propaganda opozitës, po shtetorët e Republikës nuk i besojnë më këtyne kësoj propagande, përfshi këtyne që kanë qenë përgjegjës e që s'kanë bo asnjë investim të vetëm në energji, e tash po na bje borra neve, për me vnu turbinat e reja, me investu 60 milion euro, për shkak se s'janë bo më herët. Prandaj edhe një herë po them, gjithçka rreth energjisë është propagandë, përfshi këtu konsorciumin që përmenda më herët, kështë fitu me 48 euro, derisa Devoli e shet shtetit me 160 euro, e njëjta kompani delan kohët, s'po do me dojnë tregun e lirë, se e koshtajt me 80 euro. Është hipokrizi, po fatmirësisht, ky popull, ky vend mon men pak më shumë se që mojnë men opozita, edhe si pasoj, unë menoj që gjenin ku janë sot, është për shkak këtë qeverisis edhe mungesës e investime që bote sot. Faleminderit shumë. Kemi ndjekë qëndrimet e disa deputetve të partive politike. I fundit ishte Dimal Basha nga Lëvizja Vetëvendosje, i cili tha se asnjëri nga deputetët e partive të tjera politikun nuk e din se pse ka ardhur sot në kuvend. Ai potencoi faktin se nuk janë vetëm Lëvizja Vetëvendosje përgjegjës për situatën e krijuar, por janë edhe partitë e tjera politike. Ai konsideroi se është jo përgjegjësi totale e se cili deputet që vjen dhe nuk voton. Ndërsa më herët për media është prononcuar edhe Besian Mustafa nga Lidhja Demokratike e Kosovës, i cili tha se është përgjegjësi absolute e partisë e cila ka dalë para në zgjedhje që të formoj kuvendin, pra në mënyrë absolute të siguroj 61 votat e nevojshme për të konstituar kuvendin. Ai madje akuzoi rënd Lëvizjen Vetëvendosje dhe kreun e Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurtin se ka izoluar Kosovën në rrafshin ndërkombëtar, ka shkaktuar prishje të raporteve të shkëlqyeshme që Kosova i ka pasur dikur me aleatët tanë, si dhe këtë situatë e cila është krijuar veprimet e Lëvizjes Vetëvendosje i shohin si një lojë, si një skem për të bllokuar kuvendin e Kosovës. Ndërsa Vlora Qitaku nga Partia Demokratike e Kosovës tha se pushteti është më i rëndësishëm se shteti për Lëvizjen Vetëvendosje dhe për Albin Kurtin. Ata presin që Lëvizja Vetëvendosje të reflektoj sepse Kosova sipas tyre është buz kolapsi, gjithashtu përmendi edhe problemet në sektorin e energjisë. Pra këto janë përgjithësi qëndrimet e deputetëve të cilët ishin pjesë e seancës 35 me radhë, ku morën pjesë 94 deputet, 51 votuan për konstituimin e kuvendit, një ishte kundër dhe nuk ishte asnjë abstenim, por që përfundoi pa sukses edhe përpjekja e 35 për konstituimin e kuvendit Kosovës.
E në munges të konsensusit për zgjedhjen e kryetarit kuvendit, procesi pra mbetet në pritje të një marrëveshje të mundshme ndërmjet grupeve parlamentare. Të ndëruar shikues, pra RTK do t'jetë këtu, do të vazhdoj të raportoj nga afër për secilin zhvillim të ri, e ne do të takohemi në edicionin e orës 13. Deri atëherë, mirupafshim.